I ndalur këtë të shtunë në qytetin e Peshkupis, kryetari i Partisë Demokratike Sali Berisha ju drejtua qytetarëve të Dibrës me premtime për zhvillimin të plot infrastrukturor dhe ndalimin e projekteve të cilësuara nga ai si të dëmshme për zonën. Në rrugë, në ujëselsa, kanalizime, Dibra, Mati dhe Bulqiza do të keni infrastrukturën me moderne. Skavica, kur nuk do ndërtohet. Jo. Në një fjalim të mbajtur para qytetarëve, Berisha nuk i kurseu kritikat ndaj kryeministrit Edi Rama, duke akuzuar për qëndrim përçmues ndaj dibranëve. Ti erdhe me gjuhën e pushtuesit dhe gjuhën e kopukut. Të dyja. Të normal është një fyrje kolektive. Një lloj si dikur para si tu, që këta burra, ministreshat tua që gjigna minglohen në atë mënyrë. Tani, do të them unë ty, si malet e Dibrës, njëra i që i sulmon, rrëf Dibra, rrëf Shqipëria, fitore. Votën e dibranëve e kërkoi për të nxjerrë vendin nga varfëria dhe tha se do të nisë me minimumin jetik dhe rritjen e pagave. Lideri demokrat theksoi se programi i koalicionit që ai drejton është ndërtuar për të sjellë përfitime të drejtpërdrejta për qytetarët me fokus tek nevojat bazë të komuniteteve dhe rritja e mirëqenies. Do vendos pensionin minimal, do vendos minimum jetik 200 euro. Shqiptar, për çdo pensionist që ka pensionin në 200 euro, për çdo të papunë, për çdo një ndim ekonomike, për çdo student, për çdo jetim. Partia Demokratike do vendos rrogën minimale 500 euro. Në territorin e Shqipërisë mund të ketë rrogën në 500 euro. Partia Demokratike dhe koalicioni i ardhshëm qeveri zotohet para ju për kartën e konsumatorit, me të cilin rrogulti dhe pensionistët do marrin ushqimet 20% më lirë se të tjerët. Nafta, të cilën Kosova e merr nga Durrësi dhe e shet 40% më lirë. Do zbres në çmimin që e shet Kosova dhe Maqedonia.